Mirë mbrëma. Prap jemi në Tiranë, i ftuar zonte në komitet është Ben Blushi, kryetari i Partisë Libra. Kjo në fakt është ideja vetme politike e re në zgjedhjet që bën dielën. Ben, faleminderit që pranove me qenë në komitet. Kënaqësi Berat. Ju keni dalë nga Partia Socialiste pas një betejë të gjatë në fakt. Ishte një betejë juaja me zotin Rama. A keni dalë nga Partia Socialiste, a jeni ndo me Ramën? Pra, a ka shpresa që nëse Rama largohet që ju prap do të ktheheni në Partinë Socialiste? Libra është projekti im, sigurisht jo vetëm imi, është projekt ku jam përfshirë me shpirt edhe me zemër, edhe është vetëmi projekt politik, mbas cilit unë s'do merrem më me politikë. Është sigurt. Është sigurt. Libra është projekti im i vetëm politik, edhe për vitet që vinë dhe nuk ka projekt tjetër. Ju me Ramën keni qenë miq për një kohë gjatë apo? Po kemi bashkëpunuar për një kohë gjatë. Po kemi bashkëpunuar, kam ndihmuar shumë që të bëj karrierë dhe të bashkëtroj shumë njerëz për fakt keq. A je pendu? Bashkëtroj shumë njerëz. A je pendu për këtë? Jo, nuk jam pendu, ishte një cikël politik që duhet konsumohej. Ky njeri që lloj që kishte ambicie të mëdha dhe shqiptarët nuk duhet të jetonin me idenë që kur të vijë ai do bëhet më mirë. Është mirë që e provon që ishte një fatalitet, një fallsitet, një dështim, edhe kam përshtypjen ditën e diel do ta shkarkojnë si kryeministër pa afë nga puna. Një numër i madh i intelektualëve, posaçërisht në media, kanë animozitet ndaj zotit Rama. Pra ka kriju zoti Rama me gjuhën e tij, me mënyrën e sjelljes ndaj media ka kriju një polarizim çështnisë. Në anën tjetër nuk duket që i ka rënë shumë populariteti. Pra pse po ndodh që zoti Rama shkputet prej miqve të tij, për ata që e kanë ngrit, e në anën tjetër te masa nuk duket shumë keq. Unë kam përshtypjen që e dera të provoj që kjo nuk është e vërtet, pra ky është perceptim i investuar, po jo real, i investuar nga kush? Kryesisht nga mediat e Shqipërisë. Edi Rama arriti që të fabrikojë lajmet që dalin në media, e të ndërhyjë në shumicën e opinioneve që zhvillohen në Shqipëri. Duke krijuar një realitet rend, çka nuk është i vërtet. Unë besoj që ditën e diel shumica e votave të shqiptarëve, pavarësisht se si do ndahen, do e nxjerrin Edi Ramën në opozitë. Pra, do marrin një vendim duke shpërndarë vota në parti të ndryshme, jemi 18 parti që garojmë. Të 17 parti do kenë më shumë vota se Edi Rama, duke mos i dhënë atij mundësinë të bëj prapë qeveri. Pra, fitoria e spektrit politik është me qenë nëse zoti Rama nuk i ka shtatën i mandatet e arta që ai synon që ta marrë timunin, që thotë. Kjo është e sigurt, nuk mund t'i marrë 71 mandatet sepse shqiptarët e kanë të pamundur. Të kthehen për çfarë? Të japin edhe 4 vjet të Edi Ramës, për ta mbushur Shqipërinë me kanabis, për të futur kriminal në parlament, për të degraduar policinë e shtetit, për të shkatruar arsimin publik, për të rritur taksat, për të varfëruar më shumë të varfrit, për të pasuruar më shumë vetëm 2-300 vet që i kanë shtetit borxh 500 milionë euro dhe këta janë evazorë. Pra për gjithë të arsye, edhe për shkak se në 3 vitet e fundit Edi Rama zboi nga Shqipëria 200 vet, është e pamundur që gjithë kjo pakënaqësi t'i japi Edi Ramës dhe i mandat të dytë si kryeministër. Nuk ka asnjë arsye dhe asnjë shans. Kur ishte momenti kur ju e filluat mandatin bashkë, kur fitoi zgjedhjet Partia Socialiste? Cili ishte momenti kur fillove me reflektuar, domethënë që me këtë person, me këtë udhëhec, Partia Socialiste s'ka të ardhme e ndoshta Shqipëria? Intuitivisht e kam ndjekur që natën e zgjedhjeve. Pse? Ka miq që mund ta dëshmojnë këtë gjë që natën që kanë fituar zgjedhjen në vitin 2013, kam biseduar me disa njerëz të afërt dhe kam thënë kjo është hera e fundit që unë jam bashkë me këta. E kam ndjekur që ishte fitore falso dhe e pavërtet. Nuk doja të ndodhte, por ndodhi dhe koha më dha drejt. Sepse asgjë nga gjërat që u premtuan nuk u bë. Po dita parë ishte edhe më tutje. Nuk arrita do të gëzohesh atë ditë. Kisha një zot brendshëm që më thoshte gjërat do shkojnë keq. Brenda 24. Jo s'ka lidhje me Ramën. Mendoja që gjërat do shkonin, pak ai zot brendshëm thoshte gjërat do shkojnë keq. Pra asgjë nga gjërat që u premtua nuk do mbahet, do jetë 4 vjeçar i rënd për shqiptarët dhe për popullin përgjithësi. Dhe unë jam ndarë herët, jam ndarë në vitin 2013, pothuajse pra shumë pak muaj mbas se kishin fituar zgjedhjet, sepse kuptova gjithçka po shkonte rrugën e gabuar. Emërimet, raporti me policinë, raporti me krimin, mbështetja kriminalëve, rrëzimi të gjitha arsyeve dhe ideve pse kishin marrë pushtet, kështu që kam ndarë herët pothuajse në 3 muajin e parë të zgjedhjeve. A keni ditë gjatë kohës kur mbol listat për deputet, sepse Partia Socialiste ka qenë njëri prej targeteve kryesore prej një pjesë të mediave, se një pjesë e mediave janë edhe ashtu në ndikimin e Ramës.
që një numri... Jo, nuk kam ditë. Nuk e ke njofë ta njerë. Asë kam njofë fare... A ka ditë Rama që ata janë me precedent kriminal? O sigurisht që i ka ditë, koha të regoj që i ka ditë. I ka ditë shumë mirë dhe për këtë shkak i ka futur. A nuk i ka futur sepse s'ishin kriminal, apo se ishin mësues. Po të ishin mësues do i kishte fut. Apo jo? Po të ishin arkitekt do i kishte fut. Po të ishin valltar profesionist do i kishte fut. I futi duke ditë që ishin kriminal. Kjo është arsye pse i futi. Sa të kishin as shkolla, as diploma, as vitetë, vetëm para dhe një background kriminal. A beson që ka pikë dopt se një numër i madh njerëzve që njohin zotin Rama thonë që ka një debulesë ndaj kriminalëve, edhe ka një farloj... Nuk ka debulesë, ka bashkëpunëtor. I ka bashkëpunëtor për dy gjëra, për të marrë vota edhe për të bërë para. Me një psikografi tonën, çu e kishim vlerësu personalitetin e Ramës si me qenë për një kohë të gjatë. Pra cilat janë anët e tij negative ose nëse ka ndonjë pozitive gjatë kësaj kohë. Ky është një frikacak i dëmshëm. Është një frikacak i dëmshëm. Pra bën dëm për shkak të frikës. Ka burra që bëjnë dëm për shumë arsye. Ky bën dëm për shkak të frikës, po, për shkak të tërmërisë. Ky bën dëm për shkak të frikës. Pra përpiqet kuroj frikën e vet duke u bërë dëm të tjerëve. Kjo është gjithë historia e këtij njeriu, edhe ne nuk mund të lejojmë që për arsye psiqike frika edhe paranoja e Ramës të cënojë Shqipërinë në katërvjeçarin e ardhshëm. E pse edhe dje në intervistë me Shkullakun zoti Blushi diskutuam një pjesë e mediave me gjase humbi me kalimin e kohës e humbi vetëm me zotin Rama, sepse filloi të merrej më shumë me personalitetin e tij sa me veprat e tij. Pra e lexoja një shkrim më herët në Guardian, thoshin për Trumpin mos merremi me spektaklin e tij, merremi me veprat e tij, sepse zoti Rama me gjasë strategjikisht ka vepruar kështu, pra duke shpik kualifikimet ndryshme qoftë për media, katërheqë vëmendjen e media u shndru person interesant për mediat. A beson që u gabu çasja ndaj tij, sepse plot probleme kanë me të pa diskutueshme në çështni? Unë besoj që koha do të tregojë se kush kishte drejt. Mediat e lira, aq sa janë të lira një pjesë prej tyre në Shqipëri apo Edi Rama. Por sigurisht ke drejt kur thuaj që këtij njeriu nuk i bë bilanci i dur. Pra çfarë flitet sot? Flitet për tepsi, por nuk flitet për punë. Tepsi, Kazan, zona periferike që janë. Por nuk flitet për ekonominë. Kjo temë u shmang edhe për shkak se mediat e kanë më të lehtë të merren me fjalë se sa me bilance dhe me shifra. Ishte një intervistë dia apo, ishte një intervistë me Yllo Rakipin, posa që është një pjesë kur Rama u shfaq në momentet e tij më dobta, pra kur nuk ishte në gjendje as pak mu përballë me gjitha ato premtime, ku duhej mënyrë konkrete, pra rryma, uji, gjëra tjera, mediat në përgjithësi tjerat, pra ato që janë tradicionale, televizionet. Pse nuk kanë bërë këtë gjë? Pra a mendoni që ka qenë një strategji e përbashkët Rama Media që të dominoj spektakli dhe show e më pak përmbajtje? Nuk ka qenë një strategji e përbashkët, por ne nuk kemi traditë politike sipas cilës çdo qeveri e bëhet bilanc katërvjeçarin në fund katërvjeçarit. Për shkak se na mungon kjo traditë, kjo nuk ndodh edhe këtë rast. Por padyshim kjo traditë po krijohet edhe shumica shqiptare janë të interesuar të bëjnë bilanc pavarësisht se media i ndihmon apo nuk i ndihmon. Shqiptarët bëjnë vetë bilancin. Bilanci bëhet në çdo xhep. Xhepi është bilanci më i mirë i Ramës. Xhepat e shqiptarëve janë më të varfër sot se kur ai mori pushtetin. Kjo është e vërtetë. Edhe kjo është arsyeja pse duhet shkarkuar si i paaft. Po, para ndomjes me të, a keni diskutuar ndonjëherë sy me sy me të, mi a thonë gjitha këtu, pra, a keni pas mundësin që mu përballë me të dhe mi thonë që e ki gabim edhe qasja jote nuk përshpjen Shqipërinë askund? Jo, unë kam kërku debat ballafaqim publik me këtë njeri. Që s'pranon debatin, pra? Kam kërku ballafaqim publik, kam dalë në zgjedhjet brenda partisë ku isha, në vitin 2016, kërkova zgjedhje, ky njeri iku zgjedhjeve, kërkova ballafaqim publik në çdo qytet të Shqipërisë. Iku ballafaqim publik, nuk bëri zgjedhje, bëri referendum për vete. Kjo nuk ka ndodhur në historinë e Evropës kur, që një kryetar partie shmang zgjedhje po bën referendum për vete. Kjo është e pamundur. Këtë bëri Edi Rama dhe më habitem se si media sot nuk ja rendit se një nga bilancet katastrofale që askush s'ka guxuar ta bëj, as Enver Hoxha. Nuk ka bërë referendum për vete. Ky ka bërë referendum për vete, pra vëri Partia Socialiste të votojë nëse duhet apo s'duhet të jetë kryeminist. Kjo s'ka lidhje. Çështja ishte duhet të ketë zgjedhje apo s'duhet të ketë zgjedhje. Kthehemi tash te problemet reale të çështnisë. Dhe ke drejt kur thuaj si bëni bilanc. Nëse do kishte bilanc, kjo do të ishte pika e parë. Se si një njeri bëri referendum për veten. Gjithë botën bëri referendum për çështje, ky bëri referendum për
një njeri. Po të se unë e kom vrejt edhe në debatën gjithandej, pra është irrelevant të diskutohet për tepsi nëse për Kazanin, si më thonë, për 2 vitet e fundit. Tema kryesore, fjala kryesore dhe media ka qenë a janë Kazan, as janë Kazan, e cila realisht nuk është që i bandesh zoti Rama, po është triviale për problemet e Shqipërisë. Pra ka mungu edhe prej atyre që nuk e dojnë zotin Rama, e kanë humbë fokusin me kalimin e kohës. Pra nuk e në marrë me papunësi, nuk e në marrë me ato green cardat që 200.000 shqiptar, 300.000 shqiptar dojnë më shku në Kanada edhe me lëshu Shqipërinë. Te problemet e Shqipërisë, sipas jush, pra nëse keni bërë një diagnostifikim si libra, cilat janë prioritetet, penny day pass, pra ku e keni diagnostifiku, ku lëngon Shqipëria aktualisht? E para është krimi i erë. Ne kemi premtuar ta zhdukim kanabisin për 100 ditë. Okej. Është vetëm parti që ka i premtim për kanabisin. Askush tjetër nuk flet. Edi Rama nuk flet, do zhdukim kanabis do ishin. Pse? Se e ka projekt. E ka projekt. Ne zhdukim për 100 ditë. E dyta. Si e zhdukni? Me çdo polici. Nëse policisë i thuhet shko dhe zhduk kanabisin, policia e bën. Nëse i thuhet që shko stimuloje, edhe mbroj ata që mbjellin kanabis, policia prapë e bën, siç e ka bërë. Po. Për 100 ditë ne zhdukim kanabis, e para. E dyta, ne hapim vende pune. Hapim 100.000 vende pune për të rinj, duke stimuluar kompanitë shqiptare që të punësojnë të rinj. Plaga më e madhe e Shqipërisë sot është çështja demografie. Shqipëria po bëhet një vend më i vogël. Çdo vit humbi 100.000 banorë dhe për 10 vjet mund të humbi 1 milion banorë, nëse qeveriset akoma nga Edi Rama edhe nga Sali Berisha. Njësoj. Pse? Se gjitha qeveriset e fundit kanë bërë vetëm një gjë. Kanë çuar pushtet, para dhe të drejta vetëm të shumë pak njerëz, të një kast, të një elitë që po rezulton e korruptuar dhe shumë elitë me pushtetin. Që do thotë shumica e shqiptarëve janë varfëruar, se nëse pushtetin ndihmon vetëm pak njerëz, shumica të tjerëve do varfërohen. Ky është problemi themelor i tretit të Shqipërisë, polarizimi social. 300 njerëz kanë më shumë pasuri dhe para se 3 milion njerëz. Kjo është arsyeja kryesore pse shumë të rinj nga Shqipëria. Pse? Zgjin punë. S'kan shpresë. Kanë të ardhurat vogla, banesat shumë shtrenjta, e kanë vështirësi të krijojnë një familje, duke mos pas i punë dhe nuk trashëgojnë në gjë të madhe se edhe prindit kanë të varfër. Për të shkak emigracioni shumë i lartë. Dhe ne jemi të përcaktuar për çfarë? Punësim, të bini qytetarët mos braktisin Shqipërinë, të mbrojmë çka është publike, arsim, shëndetësi dhe padyshim të zgjidhim një çështje madhore që akoma nuk është zgjidhur, çështën e pronës së Shqipërisë. Edhe zoti Meta, po edhe zoti ju, edhe ju po flisni për një shtresë të pasur, një shtresë që dikush e quajnë oligarki. Mirë, po ajo çfarë mungon, e mbrëmi thashë zoti Meta në emision, por kush janë ata njerëz? Sepse pak a shumë e gjithë Shqipëria nëse del rrugë gjithë e din kush janë ata miliarderë që kanë bërë lek. Mirë, po betejë me gjas nuk po zhvillohet me emra. Ne në Kosovë kemi pak më ndryshe. Partitë opozitare, posaçërisht vetëvendosja se tjera, kanë shku që thojnë head on, kanë shku me emra konkret. E këtu a mundot se subjekte politike, pra kanë një problem ose një ndërvarshmëri me këto oligarki, me këta njerëz që janë të pasur. Absolutisht po, por problemi është qeveria, se nëse qeveria nuk i mbështet ta njerëz, ata nuk marrin drejtë, nuk i takojnë. Mirë, po edhe një qeveri e radhës që ladë që të vjen, me gjas do t'i mbështet këta. Nuk ka për ndodhur në rastin tim pak. Në rastin tim unë kam dhënë prova, unë kam ikë nga qeveria. Unë kam ikë nga qeveria në 4 vjetet e fundit, kam dalë në opozitë për bindjen e mia, sepse besoj se oligarkët më të mëdhenj në Shqipëri nuk janë të pasurit, unë nuk kam gjë me të pasurit, janë të pasurit që pasurohen pa drejtësisht. E kush janë këta? Edi Rama është oligark, padyshim. Kryetar, nga 4-5 kryetar bashkisht që ka vendosur nga Durrësi, në Elbasan, në Kavaj, këta që janë edhe kriminalizuar, edhe në raport me krimin, edhe janë bërë shumë të pasur. Këta janë oligarkët. Sali Berisha nuk është oligark. Absolutisht. Edi Rama, Sali Berisha, gjitha njerëzit që kanë qeverisë janë më të pasur në fakt se të pasurit. Kush janë më të pasur se të pasurit? Vetëm politikanët që kanë pas pushtet në këto 20 vitet e fundit, duke administruar gjithçka, duke marrë paratë vetë pasurve, apo jo? Po. Se vetëm një kategori i merr paratë dy palëve, edhe të pasurve dhe të varfërve. Kush janë ata politikanët? Se të pasurit marrin lek nga të varfrit blen ke dyqanet e të pasurve, vetëm politikanët që abuzojnë pushtetin, marrin para edhe të pasurve edhe të varfërve. Të parat si rushvet të dyve si të thonë. Përveç politikanëve të pasën, kur flitet për oligark, a mendohet vetëm për politikanët e pasën, a mendohet edhe për biznesmen të pasën që qëndrojnë në parapolitik, pra njerëz që qëndrojnë
nga mbrapa edhe i kontrollojnë politikën. Unë mendoj me sa e njoh Shqipërinë që oligarkët e vërtet janë politikanë dhe janë parlament. Këta përdorin dhe biznesmenët, në fakt nuk përdorin nga biznesmenët. Këta duhen i marrin lek biznesmenëve duke u shitur të drejtat, duke marrë aty rrëshvet. Pra politikanët janë oligarkët më të mëdhenj dhe këta oligarkë duhen hequr në datën 25 qershor. Forca kryesore opozitare e udhëheqën nga zoti Basha, Lulzim Basha. A mendoni që u bë pjesë pra kjo qeveria riformatimi e saj që u bë? Po flitet më të madhe që ata kanë plan që qeverisin ta qeverisin Shqipërinë në 4 vitet të ardhshme. A besoni në këtë teori apo është thjesht një tërheqje prej atyre synimeve të zotit Basha për një revolucion i cili nuk funksionoi edhe ashtu? Unë besoj se çadra ishte dështim. Ka dhe zoti Basha hyri në zgjedhje me dështim, sepse premtoi të ndryshonte sistemin. Çka nuk e bëri. U bë pjesë e sistemit më keq se ç'kishte qenë deri para 4 vjetësh. Lulzim Bashën populli shqiptar e nxori në opozitë vitin 2013. Në opozitë. I tha, jeni pa përshtatshëm për pushtet, del në opozitë. Po. Bën gjithçka, në fakt nuk bën asgjë për 3 vjet, u futën 3 muaj në çadër për të futur pranë në qeveri, pas zgjedhjeve. Dhe me shumë gjas, Lulzim Basha do hyjë në qeveri me Edi Ramën, është i vetmi njeri që mund ta bëjë Edi Ramën kryeministër. Askush tjetër përveç Lulzim Bashës. Shpresoj që kjo mos ndodhë. Pse zoti Basha ndryshoi? Pra, cila është arsyeja se zoti Basha pra për një njeriu që kërkon të shpohen gomat e makinave, digjet Shqipëria. Sepse të gjitha këto e ka bërë për pushtet. Në momentin që pushteti ju ofrua, i la të gjitha. A kupton? Po megjithëse ndodhi diçka në ndërkohë që nisë pa. Asnjë gjë nuk ka ndodhur. Lulzim Basha në karrierën e vet ka qenë vetëm në pushtet. Ka vetëm 2 vjet që është opozitë. Pa pushim nga dita e parë që ka hyrë në politikë deri sot është vetëm në pushtet non-stop. Njëjtë është edhe zoti Rama me gjas. Edhe ky. Po natyrisht po flasim për këtë tani. Okej. Dhe për këtë arsye është mësuar të jetojë vetëm në pushtet. Sapo ju ofrua pushteti nga Edi Rama në fund të çadrës e mori këtë. Ka ishte gjitha, është një histori pushteti. Cila është gjendja e mediave, zoti Blushi, duke qenë ish gazetar, pra njëri prej njerëzve më të parë gazetarisë, më emën të jashtëzakonshëm në gazetari. Unë besoj që pjesa dërmuese e televizioneve të Shqipërisë janë kthyer në dyqane. Si është mundur kjo? Si është mundur që në Kosovë, prapë po kthehemi në Kosovë, ki televizione që mbështesin opozitën, ki televizione që mbështesin qeverinë, pra ekziston një diversifikim. Në Shqipëri janë të gjithë bashkë me qeverinë dhe bashkë me opozitën për shkak se ato dy janë bashkë. Janë bashkë. Dhe janë kthyer në dyqane. Kjo fushat ka shërbyer për t'i kthyer televizionin në dyqan më keq se ç'kan qenë. Gjithë politikanët, gjitha partitë e vjetra që kanë para të zeza, qeveria e para, qeveria shkëlqen në këtë errësirë, ka shkuar, ka paguar me lek në dorë televizionet, si me qenë dyqan, pa duke bërë evazion fiskal. Tani imagjinoni një vend në të cilin qeveria pretendon se lufton informalitetin. Edhe ke një njeri që konsumon 5.000 lek 5 euro në ditë dhe shkon në televizionin publike, private dhe paguan me lek në dorë kesh. A dini sa është fushata Edi Rama, sa kushton? Sa kushton? Njëra pyetje. Unë nuk e di, do ta thot ai. Po padyshim është 20 deri në 50 fish më shtrenjtë nga ajo që deklaron. Pse? Se të gjitha aktivitetet live që jep, 5 orë në ditë televizion. A keni parë një kryeminist të 5 orë në ditë televizion? Mendoni se Donald Trump ka qenë 5 orë në ditë live televizion? Jo. Jo, se mediat e tjera megjithatë janë. Mendoni se Macroni ishte 5 orë live televizion? Jo. Askund nuk. Bosfor, për te Bosforit është njëri që kanë 5 orë. Për te Bosforit po. Po, edhe Fidel Castro ka 9 orë fjalim në Kubë. Po nuk ka në Europë. Kjo kohë televizive çfarë është kjo? Është e korruptuar. Blehet. Kjo blehet. Mirë, po me çtu në gazetari ata po të mbështesin, siç është zoti Kushati, zoti Shkullaku. Mirë, po ata megjithatë humbën ndikimin në mediat të fuqishme në vend. Ka akoma disa njerëz që mbrojnë vërtetën në Shqipëri, edhe është fat i madh që akoma i kemi, por ata po zhvishin nga instrumentet e dhura për të përhapur fjalët e tyre. Po. Sepse mund të jesh një pilot shumë i mirë, nëse nuk ke makinë e përshtatshme, nuk shkon deri në fund të rrugës. Te mediat e Kazanit, po s'do të komentoj mediat, por fatkeqësisht kjo nuk është problem gazetarësh, është problem pronarësh. Nuk mendoj që Shqipëria nuk ka gazetar, Shqipëria ka pronarë që shesin gazetarë dhe shesin interesin publik për interesin privat. Ky është problemi themelor i Shqipërisë sot. Edhe unë kam një projekt për ta ndryshuar këtë gjë. Si? Do ndryshoj tregun e televizioneve privat, e televizioneve në Shqipëri, jo private. Televizione, duke të bërë çfarë? Duke financuar televizionin publik të Shqipërisë. Gjithë ato televizionet private kanë krijuar një trust. Trust.
Pra mbrojnë njëra interesa. Me thy një lloj monopoli përmes televizionit publik. Përmes televizionit publik. Është vetëm mundësi me e thy. Ne paguajmë taksa për televizionin publik. Ne nuk paguajmë taksa për televizionin private. Kështu që ne duhet mbrojmë taksat tona. Televizioni publik, për sa kohë që kemi pronë për bashkët, duhet ta përdorim se ka një model si BBC ore dhe diçka. Absolutisht. Gjithë Europa e ka këtë model. Dhe nëse televizioni publik i Shqipërisë jepet pavarësi, jepet status, investohet për teknologji të lartë, garantohen gazetarët me paga të mira, televizioni publik shqiptar mund të mundi këtë trust monopolesh të televizioneve private, të cilat gjitha çfarë bëjnë? Marrin lek nga qeveria dhe mbështesin vetëm qeverinë, duke i dhënë kod pa kufizuar. Ja u kam thënë atë raportin mediatik, për 10 ditë para të fushatës, vetëm në edicionet e lajmeve, 55 orë Edi Rama, 39 orë Lulzim Basha, 13 orë Ilir Meta, 27 minuta Libra. Në gjitha televizionet. Në gjitha televizionet. Tani kjo, çfarë fushatë është? Kjo është fushatë kur televizionet thonë do votoni vetëm për këto se këto janë të mëdhenj. Pra televizionet në fakt çfarë po bëjnë? Janë kundër ndryshimit të Shqipërisë. Janë kundër ndryshimit. Televizionet private po pengojnë që Shqipëria të ndryshojë, duke i thënë shqiptarëve keni vetëm dy mundësi, o njërin o tjetrën. Mirë, po ajo që kam po gjatë këtyre 10-15 viteve që përsëri skenën politike, televizionet këto private që janë me pushtetin derisa fiton forca tjetër. Pastaj vetëm e ndryshojnë, pra qëndrimi i tyre nuk është janë me një forcë politike, ato janë me qeverinë. Po pra, me qeverinë. Me qeverinë. Me qeverinë. Sa ka qenë buxheti juaj? Sa është buxheti juaj zoti Blushi për këtë fushatë zgjedhore që keni vënë tash? Buxheti i Librës, e cila vetë financohet, edhe harxhon më pak para se çdo deputet i rilindjes. Asnjë deputet i rilindjes. Pra si subjekt politik ju harxhoni më pak para se sa kandidat për deputet veç. Se sa një kandidat modest, nuk po them këta të pasurit ose të super të korruptuarit, një kandidat modest mund të ketë harxhuar në gjatë gjithë fushatës. Okej, në cilat qarqe po konkurroni ju? Ne konkurrojmë në çdo qark. Në çdo qark. Në çdo qark. Ne kemi me kandidat plot në secilin qark. Ne kemi të gjithë kandidatë mundet bile kemi më shumë. Sipas ligjit shqiptar, sipas kodit duhen 140 kandidat, ne kemi 163. Pse? Lejohet të kesh më shumë. Lejohet. Po lejohet të kesh më shumë. Që secili me vazhdu. Nuk ndoshta është vështirë me pas më pak. Po ne kemi më shumë se lejohet. Okej, ku është fokusi kryesor? Po ju shohim rrugës. Kryesisht kampanja juaj është, si më thon, dorë të dorë, është dorë për dorë me qytetar, edhe po kryesisht në Tiranë. Po, Tirana është hambari i votave të Librës, po padyshim në qytetet e tjera, Durrës, Vlorë, Elbasan, Korçë, Shkodër, Fier. Gjithë qytetet kanë përvotuar në mas Librën këtë radhë. Mirë, për rreziku është partia më e re dhe i tingëllon më mirë shumë njerëzve. Po, për rreziku është, pra ju jeni në radarin e sondazheve, është shumë interesant, pra sondazhet ju kapin ju mirë, po a ekziston rreziku që pra shtrirjet me qenë shumë horizontale edhe të mos jetë e fokusuar dikon, sepse nëse gjithë votuesit e ju i të Librës do të ndedheshin në Tiranë, sigurisht do të kapin deputet, disa deputet. Unë besoj që do kapim disa mandate, do shkojmë disa mandate të parlament, do hyjmë parlament minimalisht si partia një nga 3-4 partitë e mëdha të Shqipërisë, e të rëndësishme të Shqipërisë, por Libra është në fazën e parë. Libra nuk mbaron data 25 qershor, vetë se projekti fillon. Projekti Libra fillon data 25 qershor. Nuk do dorëzoheni pas 25 qershorit pa marrë parasysh rezultatin. Kjo nuk ka për të ndodhur. Libra ka vetëm një mision, edhe unë bashkë me Librën të rrëzojmë partitë e vjetra nga pushteti. Blushi, zoti Blushi, më tregoni pak për gjendjen e shëndetësisë dhe të arsimit në Shqipëri. Pra, cila është gjendja, nëse marrim Kosova doli në testin e PISA, kemi dalë në fund të listës botërore sa i përket cilësisë. Shqipëria megjithatë ishte pak më mirë se sa ne. Arsimi dhe shëndetësia janë dy sistemet që goditen më shumë nga korrupsioni edhe nga zbrazja e Shqipërisë. Nga korrupsioni dhe nga zbrazja, pra nga ikja demografike. Mjek të aftë, mësues të aftë, kanë ikur. Dhe interesi për arsimin ka rënë edhe i sponsorizuar nga qeveritë. Qeveritë e Shqipërisë në 2 dekadat e fundit besojnë se njerëzit sa më ignorant janë, aq më të shfrytzuar janë. Janë taktikat njohura këto. Po janë taktikat njohura. Nuk kanë interes që njerëzit të kenë punë, çrohen siç duhet, kurohen siç duhet, të kenë më shumë para dhe të kenë më shumë arsim. Pra sistemi shëndetësor sot po ashtu është totalisht i kapur. Edi Rama i koncesionoi, pra ja dha privatëve dy sistemet, shëndetësorin dhe privatit, edhe arsimorin. Bëri ligj të arsimit lart, i cili parashikon që me taksat tona të financohen universitetet private, çka është ligji i parë që se kanë votuar, edhe do ta anulloj
nëse ka mundësi, për të financuar më shumë arsimin publik, dhe për ta forcuar, dhe e dyta, 300 milion euro pra kryesisht shërbime shëndetësore i dha me koncesion tek privatët. Çfarë ndodhi me këto? E para parat i kanë kot. E dyta shërbimet nuk u përmirësuan. E treta kosto shëndetësisë u rrit. E katërta më shumë lek dolën nga buxheti për shkaktuar monopol dhe korrupsion. Gjitha këto do kthehen mbrapsht. 300 milion euro që Edi Rama i dha me koncesion, nëse investohen për të bërë spitale të reja, për të rritur kapacitetet spitalore, për të financuar më shumë mjekët që u largohen nga Shqipëria, se ne kemi erozion të madh mjekësh dhe infermierësh, po i merr Gjermania të gjithë. Shqipëria mund ngeli vend pa mjek dhe pa infermier për 5 vjet. Ose ata që ngelin janë më dobë për gjithë tjerëve. Po, duhet i pagujmë më shumë që mos emigrojnë, sepse nëse Gjermania vazhdon dhe plaket dhe merr fuqinë tonë punëtore të specializuar, kush do shërbej këtu? Dhe kjo është drama më e madhe e Shqipërisë për cilën askush nuk flet. Askush nuk flet. Shqipëria po zbrazet nga truri, do zbrazet nga punëtorët, do zbrazet nga të varfrit, do zbrazet nga fshatarët. Të mbesen vetëm politikanë. Dhe nuk kuptoj dot pse këta që ti quaj oligarkë, pasurit e Shqipërisë, nuk kuptojnë se nëse njerëzit ligjnë nga Shqipëria, ata do të varfrohen vetë. Se njerëz kush do blejë dyqanet e tyre? Kush do punojë ke magazinat e tyre? Ky është problemi themelor i Shqipërisë dhe ka kërkuar për një politikë të ndryshme, e cila i detyron njerëzit të rinë në Shqipëri, madje kthen ata që kanë ikur. Pse në Shqipëri për gjithë këto vite, zoti Blushi, Shqipëria paraqet një përjashtim këtë drejtim, mungojnë ato që quhen lëvizja anti-establishment, mungon shoqëria civile nuk është shumë e fortë. Pra, madje krahasimisht me vendin tonë me Kosovën, ekziston më shumë një sterilitet këtu, nuk ka ndonjë sentiment kundër qeverisë dhe kundër oligarkëve ta zonë këtë rastin konkret. Çka ka ndiku? Kulturalisht, pra, pse shqiptarët janë me të pasënin më shumë se sa të duaj, më shumë se sa ata kanë nevojë. Unë besoj që Shqipëria ka gjithmonë ciklin e vet. Keni parasysh që ne u shkëpunën të fundit nga Peranderia Osmane, në vitin 1912, gjithë popujt e tjerë në rajon kishin marrë pavarësinë para nesh. U shkëpunën të fundit nga komunizmi, 1991, Rumania, Bullgaria, Polonia i kishin kryer këto procese para nesh. Do shkëpunemi të fundit nga regjimi i korrupsionit. Ne jetojmë akoma në një republikë të korrupsionit. Është korrupsioni armiku kryesor i Shqipërisë. Dhe sigurisht për këtë shkak Shqipëria ka ciklin e vet pak të vonuar. Ky cikël që ka ardhur në Evropë, ndryshoi Franca, ndryshoi Italia, ndryshoi Greqia. Gjithë vendet përreth po ndryshojnë. Edhe Kosova pati rëndësi elektorale. Për shkak se popujt po vojnë shumë nga pabarazia. Popujt mendojnë, kundo, jo vetëm në Shqipëri, se pabarazia është problemi i tyre më i madh. Dhe për këtë shkak detyrojnë të heqin qeveritë që mendojnë që favorizojnë pasurit. Kjo ka për të ndodhur edhe në Shqipëri. Nëse po ndodh më shpejt në Kosovë, është fat i madh. Unë kam bërë libër para 3 vitesh dhe kam thënë që shoqëria kosovare ka kapacitete më të larta të shoqërisë civile dhe të lirisë se sa ajo shqiptare. Por kjo val padyshim do vijë edhe këtu. Si është e mundur zoti Blushi, e patëm fiturin e Macron edhe në parlament edhe si president, i cili vendosi në Francë, thanë nuk ka të majtë edhe djathtë. Sepse populli francez ka 300 vjet që ndahet nga e keqja më shpesh se gjithë populli. Nuk ka ironi më të madhe se në Shqipëri, nuk ka ironi më të madhe sa këtu, ku një parti e majt e thellën pabarazin, e cila nuk ndodh asku në vendje. Pra pse s'po heqni dorë spaku të mos përmendet e majta dhe djatha fare, pra të ketë pozicionime tjera politike, sepse bota një dhe pozicionime tjera politike, nuk do të thotë me çani majta se i djathtë. Libra është duke bë pikërisht këtë gjë. Okej. Libra është parti qendre, e cila grumbullon të majtë e djathtë pa përjashtim. Është pa kuptim ndamjet e majta e djathta në Shqipëri. Sigurisht Shqipëri, dhe në këtë rast, në këto zgjedhje përpiqem t'ja u shpjegoj të gjithëve. 3 apo 4 partitë vjetra, që quhen partitë e sistemit, këto janë partitë e kujt? Të të pasurve. Këta punojnë për të pasurit, i fusin të pasurin në parlament, ose janë vetë pasur. Dhe janë shumë pasur në fakt. Si mundet një lideri të majtës me kuca 10.000 euro të dalë fushat? Ka vetëm një parti në këto zgjedhje që është opozit. Kjo është Libra. Vetëm Libra është opozit. Janë 18 parti në listën zgjedhore. 99% e tyre përveç Librës janë pushtet. Ato ti marrë me radhë. Gjitha janë pushtet. Libra është opozit dhe Libra po shkon për të rrëzuar nga pushteti. Kjo është arsyeja pse nuk jemi në koalicion dhe nuk do bëjmë koalicion me ta. Dhe kush është spektri politik sot? Nuk është disa majtas, disa djathtas.
është gjitha këto me të pasurit dhe libra i përfaqëson shtresën e mesme dhe të varfër. Mirë, E çfarë ideologji ka këtu? Po. Këtu ka vetëm nevojë për të mund varfërinë dhe pabarazinë. Edhe pse duket edhe Matuti një përpjekje si me godit murin, se muri është tash i trashë dhe është trashë gjatë gjithë kësaj kohe, ku në fund është atë gjithë do të banë kundër jush. Ja të gjithë kundër është. Madje e pam tash së fundmi, jo vetëm kundër jush, pra ju edhe zoti Meta po goditni mas shumëti prej Ramës, edhe në takime tjera, sepse në moment që peshojnë rrezikun që ndoshta ai muri do të shembet, pra ata po vazhdojnë ta trashin dhe Matutje. Në kuvendin e ri, Kjo është një arsye më shumë berat sepse Lulzim Basha dhe Edi Rama bën marrëveshje. E di pse? Pse? Për të mbrojtur nga populli. Po. Për me rujt Po sepse status quo. E ndjen që janë dobësuar dhe po vjen një val popullore që ka për të rritur në 2-3 vitet e ardhshme për t'i rrëzuar përfundimisht. Dhe aty do marrë fund tranzicioni i Shqipërisë. Okej. Tranzicioni i Shqipërisë do përfundojë. Pra ju po shihni këto që 2-3 vitet e ardhshme do të jenë kritike. Jo do të jenë kritike. 2-3 vitet e ardhshme në Shqipëri do shohësh rrëzim të klasës politike, ose me votë, ose me drejtësi, ose me rrugë. Po. Këto janë 3 mundësi të treja ka për ndodhur. O të kryzuara, o një pas një, o të gjitha bashkë. E ta shpjegoj pse. Hajde. Ai që ndodhi në Rumani ka për të ardhur në Shqipëri. Tash fundi që ndodhi, dje par dje. Kur shqiptarët kuptojnë se këto 2 parti të vjetra kanë kap reformën në drejtësi, do dalin si rumunët. Këtë në fakt edhe komunizmi e mas vundin në Shqipëri. Mas rumunëve. E dyta, presioni ndërkombëtar i Shtetit Bashkuar dhe Europës për të ndëshkuar politikanë të korruptuar është duke u rritur dhe ka për të vazhduar. Këto kush janë politikanë të korruptuar? Këta që kanë qenë pushtet? Apo jo? Këta janë pranë pushtet. Po qartë. PD-ja edhe rilindja. Dhe e treta, pra drejtësia, rruga dhe vota popullore. Vota popullore do shikoni që në vitin tani 25 qershor, po dhe në zgjedhje që do vinë shumë shpejt mas këtyre, do rritet kundër këtyre. Unë dalë për ditë Shqipëri dhe kuptoj gjë. Nevoja për të votuar kundër 2 partive të mëdha është më e madhe se kur dhe mund të jetë masën 30%. Nuk e di sa do reflektohet në kuti, po është masën 30%. Nuk shkon këtë radhë për të votuar, se mase s'ka magnet në dur, po ka për të shkuar për 2-3 vjet. Dhe partia më e madhe në Shqipëri ka për të qenë partia kundër këtyre dyve. Shpresoj që libra ta mbushi këtë vakum. Si një survejim të thjesht, pra duket pak komike turri vrapi i politikanëve shqiptar ndaj autokratëve. I shumicës këto që janë, pothuajse i 3-ve. Pra një fotografi me Donald Trumpin në përfushata zgjedhore, ku Donald Trumpi është i izoluar për pjesës më të madhe të Evropës, për njerëzve liberal, për njerëzve që dojnë demokracinë. Ose telefonata, intervistat të stisura me Erdoganin, i cili mbështet forca të caktuara politike. Pse po ndodh? Pse po më cila është shpjegimi yt për këtë? Shpjegimi është për duan të nuk marrin vota me ato që kanë bërë. A besoni që ishte organizuar intervista me Erdoganin prej vetë zotit Rama? Absolutisht. Pra nuk ishte kjo një kuriozitet gazetares, po ishte një intervistë organizuar prej politikës. Po absolutisht. Kjo ishte një nevojë për mbështetje që askush se bleu, në fakt. Askush se bleu. Shqiptarët janë një popull... Si mundet një politikan i cili thotë që nuk e çmon Donald Trumpin tashmë i zotin Erdogan? Shqiptarët e kanë ndarë, janë kthy me kurriz nga Azia. Nga Azia. Edhe janë me fytyrë nga Evropa. Me gjithë përpjekjet e gjitha klasave politike për t'i penguar, jemi vonuar 27 vjet, do të ishim Bashkimin Evropian para 15 vitesh. Sot jemi në një moment kritik. Ka forca politike, siç është Edi Rama, rasti konkret, do na tërheqë nga Azia për të mbajtur pushtetin e vet. Shumica shqiptarë do të shkojnë nga Evropa. Edhe ky është konflikti real në Shqipëri. Mesi klasa politike që do të korruptohet. Pakica ka Azia, shumica nga Evropa. Po, kasta do të na çojnë në lindje, populli do të shkojnë në perëndim. Kjo është e sigurt. Pra ne ka konflikt, do ketë konflikt shpejt mes kastës dhe popullit. Kasta do të mbrohet, sepse nëse ne hyjmë Bashkimin Evropian, oligarkisë do i kufizohen drejtat. Pushteti gjyqësor do të rriten pavarësia. Mediat, pushteti i mediave do rregullohet me ligj. Politikanë e korruptuara do ndëshkohen dhe nuk mund të kesh pushtet pa kufizuar nëse shkon në Bashkimin Evropian. Nëse shkon në lindje, modelin e Putinit dhe Erdoganit 20 vjet janë shkurtë apo vështirë. Ky është konflikti i pritshëm në Shqipëri mes popullit pro-europian dhe i kaste pro-lidore. Okej, ne kuvendin e ardhshëm a do të jetë Rama njeriu që ju nuk do dëni tash një kryeministër dhe do ta këmbenit me secilin kandidat tjetër për kryeministër. Pra, a do ta mbështetni secilin tjetër përveç Ramës? Unë jam i bindur që
konfiguracioni i ri politik do pengoj Edi Ramën të formojë qeverinë e Shqipërisë dhe të ketë një mandat të dytë. Kjo është sigurt. Ju do të bëshit pjesë se secili konfiguracion tjetër. Unë do bëja gjithçka që Edi Rama mos jetë kryeministër. Gjithçka, kjo është emergjencë kombëtare, që Edi Rama s'duhet të jetë kryeministër në datën 25 qershor. Populli i Shqipërisë e ka këtë nevojë, do ta shprehë me votë. Mes një krahasim, ju keni qenë kritikë jashtë për zotin Berisha për gjatë gjithë kohës kur ai ka qenë udhëheqës i Shqipërisë. Qoftë si president, qoftë si kryeministër. A mund ta krahasoni me zotin Rama, pra sepse gara tash mund të shkojnë negative, pra cili sipas teje ka qenë më i dëmshëm për Shqipërinë? Të dy e kanë dëmtuar shoqërinë njësoj. Edhe kjo është koha që tiki të dy bashkë, i përkasin historisë. Unë nuk besoj që këta dy njerëz duhet të kenë më fuqi për të vendosur për të ardhmen në Shqipërisë. Nuk bëj asnjë krahasim i vendos të dy në koshën e historisë. Okej. Keni qenë do dalin nga politika duke pasur një bilanc më negativ se sa gjërat dobishme që kanë bërë. Apo keni kohë tash përveç fushatës apo shkruani diçka, apo vazhdoni nuk po shkruani? Jo, projekti im quhet Libra, po nuk është një libër letërsie, është politik. Pra nuk po shkruani libra aktualisht? Absolutisht jo. Ku ishe shqiptarët, në fund jemi edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, pra a besoni që e kemi të ardhmen drejt një bashkimi apo si është në këtë çështje? Unë besoj që duhet demokratizohemi akoma më shumë që të kemi mundësi të jetojmë bashkë. Pra do të humbet besimi dhe matutje në klasën caktuar. Të demokratizojmë shoqëritë tona, të bëjmë më demokratike, më të hapura, të jemi më ekonomikisht më të vetëmjaftueshëm. Nëse ka një gjë që na ndan sot, edhe do na ndaj vazhdimisht, është nevoja e dy elitave politike në Kosovë dhe në Shqipëri për të korruptuar. Ku Shqipëria edhe Kosova të shpëtojnë nga rendi i korrupsionit, bashkimi do jetë shumë i lehtë. E fundit, problemet më të mëdha që shqiston, pra specifikisht na pedim që korrupsioni është ende eknej. A vazhdojmë të qëndru tezës juaj që problemi i religionit vazhdon të trëndojë mbi shoqëritë tona, edhe a ndoshta keni ndryshuar me kalimin e kohës qëndrim për këtë? Jo, nuk kam ndryshuar qëndrim, por besoj që ndoshta gjatë fushatës zgjedhore nuk është mirë. Jo, çështja e besimit, pra, nevoja për të besuar më shumë rritja radikalizmit. Është rritur ke shqiptarët në përgjithësi. Kjo dhe për shkak se janë qeverisë keq. Pra kanë gjetë një stre shpirtërore në kushtet e varfërisë, e korrupsionit, e mungesës shpresës. Mungesa shpresës ka çuar shumë shqiptar te besimi. Po besoj që deri sot ky është një besim konstruktiv që nuk e ka penguar shoqërinë dhe shpresoj në të ardhmen mos kthehet në radikalizëm. Okej, zoti Blushi, faleminderit shumë që keni komitet. Faleminderit. Ju thonë edhe politikanëve të tjerë gjatë fushatës zgjedhore që i patëm, i kemi pas komitet, kryesisht i kemi favorizuar disa që kanë qenë brenda partive politike që nuk kanë pas raporte të mira me establishmentin, po thamë edhe të ju këtu, po tisha qytetari i Tiranës do të votoja për ju këtë zgjedhje. Jam i bindur për atë. Faleminderit. Shikues nderuar, me ne ishte Ben Blushi, shimi jonë ashme në Prishtinë.